Neve do na vjen ashtu ndonjë dokument. Tani marrëveshje, po jo me çështje territoriale, po besoj. Jo, nuk e bëj por do jetë edhe ëmbël. Ukraina ka probleme territoriale. Po, territoriale. Na kem prap një problem që bile pika më e mirë është një ndërsjellë. Kjo. Pastaj mrena do kem diçka edhe jo të ëmbël mund të ketë, siç është asociacioni. Por mirë, te Ukraina pranuar në kuadër të marrëveshjes së Brukselore. Po, draftani, ta them drejtën, plani franko-gjerman, ajo është edhe rreziku. Emmanuel Bonnet, këshilltari Macronit, ka shkuar në vizitë te Putini. Po, dhe është arkitekti i planit franko-gjerman. Që ky, Emmanuel Bonnet. Por në Ukrainë do kemi një paqe të shpejt, ndoshta në momentet që nuk e pret askush. Sepse ajo është beqen se është lodhur edhe Zelenski, të them drejtën. Ukraina është e lodhur, ka bombardime, kanë qenë shumë të kënaqur kur ka bërë pauzën 5 ditore për mos me bombardue infrastrukturën energjetike. Por sidoqoftë në Ukrainë ka ardhur fundi, dikush pret 24 shkurti, është 4 vite bot. As lufta e dytë botërore e ka përcen pak a shumë në një farë mënyre. Dhe kjo mendoj që do jetë ndoshta ai kurrizimi finales për të arritur një paqe në Ukrainë. A mund të flasim, zoti Bilali, pak edhe për këto deklarimet e fundit të Vučićit që po akuzon shërbimet inteligjente të Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë për organizimin e këtyre demonstratave dhe për tentimet për të rrëzuar atë nga pushteti. Dhe po ashtu për këtë marrëveshjen e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë ka pasur lajme ditëve të fundit se Vučići do të flasë edhe me Erdoganin sa i përket kësaj ujdia ushtarake që është lidhur. Cila është zgjidhja ose çka po i pengon Vučićit akoma kaq shumë, pasi që vetë këto shtete i kanë treguar se marrëveshja është arritur jo për ta sulmuar, në këtë rast Serbina apo ndonjë shtet tjetër, por për ta ruajtur sigurinë në rajon. Pa është një vajtim i Vučićit që bëhet për efekte të brendshme, dëshiron që fajnë të ahull të kroatët, herë të kroatët, pastaj të ne shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, për shërbimet e ndryshme i përmend të inteligjencës, por besoj që Vučići nuk e bë këtë pa qëllim. Sepse doktrina sërbe e parasheh që në veri është një lloj armiku i tyre që tradicional, kroatët, mirë po problemin sipas tyre ata e shohin me Kosovën dhe Shqipërinë. Bili Shqipërinë tash e kanë futur, mund të them natë objektiven, që është rreziku për të ardhmen e Serbisë sipas tyre. Dhe mendoj që ai këtë platformë dhe këtë marketing dëshiron të atakojë që për probleme dhe ta nxjisë mobilizimin në Serbi të nacionalizmit serb, që ne jemi të rrezikur për shqiptarëve. Dhe kjo do thotë ka këtë efekt. A ka lidhje për parimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, nëse Serbia po e sheh kështu Shqipërinë? Shqipëria ka pasur në një fazë kur ka marrë rolin në vendit diplomacisë regionale, mund të them drejtën, me organizimin e disa takimeve. Mirë po dhe afrimi i Shqipërisë, mund të them, sidomos në industrinë e mbrojtjes, ka filluar Shqipëria të lëvizë në këtë drejtim. Për Serbinë është për ta paraqit një rrezik dhe mendoj që çdo fjalë Vučićit më tepër ka të bëjë me atë propagandën apo luftën hibride, qoftë konvencionale dhe jo konvencionale, por këtë rast kemi bëjmë me luftë speciale, e cila i nevojitet Vučićit të arsituat para opinionit, sepse ai dihet që tash ka hyrë në një vit, më them 16 muaj, 14 muaj me problemet e veta të brendshme dhe duhet ta gjejë fajtor. Dhe fajtori është herë në veri, herë në jug. Qartë. Faleminderit shumë që ishit sot në Info Magazin, zoti Bilali.